Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ma ba'd. Sonde këna pas me mojt dërs për pas kitabut Tauhidin, mirë po inshallah dersën do ta shnim deri në tajtën. Kështu sonde do të marrim disa dobi tjera që përfitohen prej surës Yusuf. Në dersën e kaluar e morëm dobinë e parë. E që ishte dobia ku përmendet parimet se si do të interpretohen ëndrat. Po gjithse në surën Yusuf përmendet 3 ëndra, edhe kuptum se si Yusufi a.s. ka interpretuar ato. Po në çka u bazu Yusufi, edhe çfarë metode mënyre ka përdorur në interpretimin e ëndrave. Dobia e dytë që përfitohet prej surës Yusuf është se njeriu e ka obligim që të tregoti drejt mes mbive të tij. Mes fëmijëve të tij. Pra, edhe nëse e don njërin prej tyre më shumë se tjerët, atë njeriu nuk dohet që atë dashuri ta shfaqë, që ta shohin tjerë për fëmijëve, për bijve. Mirë po dohet ta fshehë aq sa ka mundësi. Gjithashtu nuk dohet ndonjërin prej fëmijëve me vlerësu më shumë. Po tjerë kur e don dikon, kur e dashuron dikon më shumë se tjerë, atëherë kjo kërkon detyrimisht për tyre që ti do thot me favorizua ato më shumë. Mirë po, tek fëmia nuk lejohet që ti do thot me favorizu njërin prej bijve tu më shumë se sa tjetrin. Por shkak do thot kjo është më afër që fëmijët e tu të jenë do thot fëmijë ose bij dobishëm, përmirësohen, edhe tregojnë sjellje të mirë ndaj teje si prind. Gjithashtu kjo do thot si rezultat e ka që do thot fëmijët e tu të jenë më unik. Të më të bashkuar edhe mos më përshau me njërin tjetrin. Prandaj vëllezërit e Jusufit alayhis salam kur e kanë pa dashurinë e madhe të Jakubit ndaj Jusufit alayhis salam, edhe që do thotë Jakubi nuk ka mujt me bë sabër, me duru, edhe mos me shfaq këtë dashuri që e ka pas ndaj Jusufit. Edhe kanë pa që vërtet ai është preokupuar shumë me Jusufin. Atëherë kanë shpejtu me bën një punë shumë të nevojshme. Ajo ka qenë do thotë që me janë mundu edhe kanë arrit me nda babën për birit, pra me nda Jakubin për Jusufit alayhis salam. Çfarë thonë ata? Allah subhanahu wa taala tregon thotë idh qalu li Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. Thotë vërtet Jusufi dhe vëllai i tij janë më dashur për babën tonë se sa ne. Kurse ne jemi grupi i madh, grupi i bashkuar. Po ata kanë qenë do thotë 10 tjerë vllaznik. Ka me gjithë që ne jemi grupi i madh. Jemi do thotë bashkë, prap Jakubi përdon më shumë Jusufin me vllahën e tij se sa neve. Çfarë thon pastaj? Ka thonë uqtulu Yusuf. Wa inna abana la fi dhalalin mubin. Sa vërtet babai jonë është në humbje të qartë. Edhe kjo do thotë ky dallim që ka bërë Jakubi në dashurinë ndaj Jusufit, sa i ka dallu bijtë e tij, ka rezultuar që ata pastaj me marrë një vendim shumë të rëndë. Edhe çfarë thonë uqtulu Yusufa. Vriteni Jusufin. Au itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Ose hedheni në një tokë të largët. Që pastaj babai ju të kthehet krejt ka hiro. Toni gjithë do thonë të koncentrohet vetëm te. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Tatë edhe kështu ju pastaj bëheni pas kësaj, pasi të veproni këtë punë, bëheni burra të mirë. Pendoheni dhe ktheheni bëheni burra të mirë te Allah subhanahu. Po këtu kjo shëron Allah subhanahu wa taala shëron shumë çfarë shkakun pse vëllezërit e Jusufit e kanë marrë këtë vendim. Po shkaku edhe arsyeja ka qenë se Jakubi alayhis salam ka bërë dallim mes tina edhe mes bijve të tjerë. Pra ka bërë dallim në dashuri. Dhe kjo është në kundërshtim apo i kundërvihet shumë prej mufesirave apo atyre që komentojnë Kur'anin, cilët kanë thënë se qëllimi pse Jusufi vëllezërit e Jusufit e kanë marrë këtë vendim ka qenë për shkak se Jusufi ju ka treguar atyre për ëndrrën që e ka pa në gjumë. Pa është ëndra njohur që Jusufi ka pa diellën e hanën edhe 12 tyje duke i bë, edhe 11 tyje duke i bë sejdë atina. Mirë po, kjo kundërshton këtë ajet të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, nëse e komentojmë ajetin këtë formë, atëherë kjo është mendim i keq për Jusufin alayhis salam si pejgamberi i Allahut.
Për arsye se babai i tij na ka kërkuar pe Jusufit që me shef ëndra. Çka ka thonë? Ja buneja la taqsus ruyaka. O birim, mos ja kallzo ëndrën vëllezërve tu. Ala ikhwatika fa yakidu laka kaida. Për arsye se ti nëse ja kallzon ëndrën vëllezërve tu, ata kanë ngrit kurs aty. Prandaj Jusuf alayhis salam ka qenë më i mençur, edhe ka pas sjellje më të mirë me baban e tij se sa do thot mos më mbu, ose mos më dëgju kët urdhët babait tina, edhe mos më tregu. Do thot vëllezërve ëndrën e tina. Mirë po, problemi është që shumë prej israeliatëve, për tregimeve të jahudive edhe pasuesve të librit më hershëm, janë shpërndarë për hap mesin e shumë për njerëzve, edhe pastaj me ato i komentojnë ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Nëse mendojnë shumë pak, do thotë në ajetet e Allahut subhanahu wa taala ose në tekstet shariatike që janë përmend Kur'anin dhe Sunet, e shohim që edhe kuptojnë kotësinë e këtyre gjërave. Por nuk ka mundësi që Jusufi alayhis salam me kundërshtu urdhën e babait tina kur i ka thënë mos ja trego ëndrrën vëllezërve tu. Por qëllimi i kësaj është se ajo që i ka shtyr vëllezërit e Jusufit për vepru atë që e kanë vepru, ka qenë, do thotë, dallimi që ka bëj Jakubi mes tina dhe vëllezërve të tij. Do thotë, edhe pse kjo është e ndaluar me vepru prindin këtë mënyrë, mirë po nuk e justifikon njeriu me bë, do thotë, një çështje kaq shëmtuar. Kjo nuk i justifikon vëllezërit e Jusufit që me bë këtë krim kaq të madh. Po ata kanë ditë që kjo nuk i lejohet. Mirë po çka thonë, na po e bëjnë këtë krim, po e bëjnë këtë gjuna kaq të madh, pastaj pendojmë te Allah subhanahu wa taala, edhe bëhen burra të mirë. Ai ka thonë të kunu min ba'dihi qawman salihin. Pasi që të bëjnë ato, atë na kthehemi pendojmë te Allah subhanahu wa taala, edhe bëhen prap njerëz të mirë. Po për kësaj kuptojnë që njeriu nuk i lejohet me vepru gjunaj, mëkate. Në çfarë do gjendje qoftë ai? Nuk lejohet që njeriu me vepru mëkate. Mirë po, nëse vepron mëkate, atëherë do të mu pendu për atij mëkat. Nëse ndodh që me bë mëkat, atëherë do mu pendu. Mirë po, fillimisht nuk lejohet ty që me bëni gjuna, me bëni mëkat. Pavarësisht çfarë gjendje je ti, apo të bën dikush padrejtësi ty, apo të bën zullum ty. Kjo nuk ta lëshon ty ose nuk të justifikon ty që me bëni mëkat. Allah subhanahu. Ana sa ndodh do thotë njeriu me bë mëkat me rënë gjuna, atëherë do të pendohet te Allah subhanahu wa taala. Pra edhe nëse dikush të thajë se unë e bëj një gjuna, mirë po ma vonë do të pendohena, kjo nuk lejohet. Pra, për arsye se Allah subhanahu wa taala i ka ndaluar gjunat tërësisht. Po, do të njeriu përderisa është gabimtar ka me bëj gjuna. Mirë po nuk e lejohet me thonë që unë e bëj gjuna e pastaj do të pendohena te Allah subhanahu wa taala. Nëse ndodh e bën mëkatet, atë do të kërkosh falje prej Allahut, do të pendohesh te Allah subhanahu wa taala. Pastaj për urtësisë edhe mëshirës të Allah subhanahu wa taala që ka pas ndaj Jakubit, ka qenë që Allah subhanahu wa taala më bë kader, me caktu për të që mundo prej Jusufit alayhis salam. Po kjo është një urtësi dhe mëshira Allah subhanahu wa taala ndaj Jakubit. Çu e kuptojnë ato? Edhe për kësaj na përfitojnë, do thotë, në jetën tonë të përditshme, kur na ndodhen fatkeqësi, sprova ndryshme. Për me ditë që në ato mshiret një urtësi edhe Allah subhanahu wa taala po na don të mirën. Allah po tregon të mshirshëm ndaj neve. Pse? Do të thotë se Jakubi alayhis salam, do të kur Allah subhanahu wa taala ka sprovu me këtë fatkeqësi, pra me ndarjen e Jusufit, djalin që ka dosur më shumë ti, me gjithë bijtë e tjerë. Saqë kjo ka rezultuar që Jakubi me do thonë mu pikëllu thell edhe çka me humb shikimin. Për shkak të pikëllimit të madh. Allah subhanahu wa taala ka dashur që përmes saj na me ngrit Jakubin, si në dunja po ashtu edhe në ahiret. I ngrit pozitat e Jakubit edhe në këtë dunja, edhe në ahiret pozitat e tij në xhenet. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka dashur me tregu Jakubit që kur ta japin një dhunti, një mirësi. Atëherë nëse ajo të largohet ty e pas një kohë prapë të kthehet ajo, atëherë pozita kësaj mirësie në shpirtin tonë, zemrën tonë ka qenë shumë më e lartë. Edhe ti ke me falendëruar edhe më shumë, edhe me lavdëruar Allah subhanahu wa taala edhe më shumë se sa sikur ta kishe pas vazhdimisht atë mirësi me vete. Andaj kjo ka qenë urtësia apo mëshira pse Allah subhanahu wa taala e ka sprovuar Jakubin alayhis salam me ndarjen e Jusufit. Gjithashtu kjo ka qenë edhe për mëshirës dhe urtësisë të Allah subhanahu wa taala për vetë Jusufin alayhis salam.
Por arsye se Jusufi, që kemi përmendur në dersën e kaluar, nuk i ka arrit këto nivele, këto pozita kaq të larta, domethënë me pas pozitë të larta tek njerëz. Edhe gjithashtu pozitë të larta te Allah subhanahu wa taala, përveç se përmes provave që i ka pas gjatë rrugtimit tina, prej kohës kur është nda, prej prindërve të tij, prej vëllezërve të tij, edhe sa do thotë është ballë edhe do thotë ministër në pushtetin e atëhershëm të Egjiptit. Prandaj kjo është do thotë ashtu siç ka thënë Allah subhanahu wa taala në surën Bakara, ajeti 216, ku thotë wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Do të thotë ju e urreni një gjë, mirë po është më e mirë për ju. Pa njeriu ka mundësi me urrejt një gjë që vjen prej Allah subhanahu wa taala, mirë po është më mirë për ta. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ka mundësi që ju doni një gjë, mirë po është më e keqe për ju. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Qoftë Allah e din, e ju nuk e dini. Allah e din që është më e dobishme për ju, e ju nuk e dini. Dobia e tretë është se prej kësaj sure ne përfitojmë ose kjo sure na nxit neve që me marr masa parandaluese pe gjërave që friksohemi mos po na dëmtojnë neve. Po Allah subhanahu wa taala po tregon se Jakubi ka thënë Jusufit alayhis salam, ja bunayya la taqsus ru'yak. O birim, mos e tregon ëndrrën tonë ala ikhwati ke vëllezërve tu. Fe e ki dule ke kejta. Për pra arsye se ata pastaj kanë me botë i kursa. Gjithashtu Jakubi alayhis salam kur i ka dërgu bijtë vet për me marr ushqim për Jusufit alayhis salam, pasi që ai u bë ministër i ekonomisë asaj kohe. Çka ka thonë? Do thotë nuk e ka leju Bunjaminin, vllahun tjetër të Jusufit, nuk e ka dërguar së bashku me vëllezërit e tij. Gjithashtu edhe kur kanë kërkuar pi vet Jakubi alayhis salam që me dërgu Jusufin, me shkollë dhe me lut me ta, thotë me lut së bashku me vëllezërit e tij, Jakubi alayhis salam nuk e ka dërguar. Se ka thonë, pa thafon ja po lehu, po friksona se mos po e han ujku. Po pse saj do thotë dietar thonë që njeriu është i urdhëruar që me marr masa do thotë preventive, pa që ndalojnë pi gjërave nëse friksohet që ato e dëmtojnë. E pastaj nëse ndodh pas kësaj na prap që diçka që dëmton ty atë ti nuk shërtohesh te Allah subhanahu wa taala. Mirë po ti e ke obligim i marr masat parandaluese. Gjithashtu dobia tjetër që është e lidhur me këtë, dobia e katërt është që prej vendosmërisë që do të tregojë njeriu ose kur dëshiron me vendos, kur dëshiron me vepru diçka, atëherë njeriu do ta shikojë atë çështje në çdo aspekt. Ta shikojnë nga të gjitha aspektet. Gjithashtu duhet që ta paramendoj atë gjë, do thotë në çdo mundësi që ka mundësi me ndodh, çdo gjë që ka mundësi me ndodh. Gjithashtu do thotë që sa më lart, nëse do thotë ka nevojë, duhet do thotë marrë edhe masa preventive, edhe nëse kjo rezulton që ti me pas parashikim apo mendim të keq për dikon për njerëzve. Po Jakubi alayhis salam këtu ka pas mendim të keq për vëllezërit e tij, për bijtë e tij, për vëllezërit e Jusufit alayhis salam. Mirë, po kjo nuk e ka ndaluar ato që çka, me thon, mos jo tregon ëndrrën. Pse vëllezërit nuk pse, do thotë për arsye se ai ka ditë që vëllezërit e tij na mundën me dëmtuar Jusufin, mundën me avon ai kurs Jusufit alayhis salam. Edhe ka ndodhur ashtu që do thotë është friksuar vet Jakubi alayhis salam. Pra nëse ato shenjat apo provat, rrethonat tregojnë dhe kërkojnë që kjo gjë mundet me dëmtu ty, atëherë ti nuk je të keq se çka me marr masa preventive. Edhe nëse kjo rezulton që ti me pas mendim të keq apo parashikim për tjetrin. Pra Jakubi alayhis salam kur i ka dërguar bijtë vet, çu thonë më lart për me marr ushqim te Jusufi alayhis salam, edhe kanë kërkuar ata që me Adhan dhe Bunjaminin me vetë vllahun e të Jusufit. Atër ka thonë, hel amenukum alejhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Ka apo dëni ja dërguën ose më dhënë së bashku një Bunjaminin, e ju pastaj me vepruar Bunjaminin ashtu siç keni vepruar me Jusufin alayhis salam. Po atëri ku besu juve, mos po dëshironi që tash më ju besu juve. Po Jakubi alayhis salam po i tregon se çka kanë vepruar ata të kaluar me Jusufin alayhis salam. Prandaj edhe pse po parashikon këto përbite vet, Jakubi alayhis salam këto nuk shërtohet për këtë parashikim. Për arsye se do thotë ka ditë që ata mundën
me vepru prapë ashtu siç ka vepruar me Jusufin alayhis salam, pra me vepru edhe me Bunjamin. Prandaj dietarët thonë që nëse ti i marr mosën preventive dhe kjo do të rrethana të prova tregojnë që mundet me ndodhë diçka që dëmton ty. Atë edhe pse kjo rezulton se ti me pas paraqykim ndaj tjerëve, ti nuk shurtohesh për këtë. Ti nuk shurtohesh për këtë gjë. Dobia e pesë është që njeriu duhet vazhdimisht të ketë kujdes prej gjinohave, prej mëkateve. Edhe gjithashtu do të ta di që ato gjinoha që i vepron, kuptohet se i vepron qëllimisht, edhe me dije kanë konsekuenca. Do thotë si pasojë kanë që tërheqin gjinoha e tjera. Çdo gjëna tërheq tjetrin. Edhe gjithashtu thotë në mënyrë të vazhdueshme, sherrri dhe keqja e gjinohave kanë me ndjek ty. Prandaj jeto thonë kjo është konsekuencë dhe sekuencë. Të gjinohat e tërheqin njëra tjetrën, edhe do thotë rezultojnë në sherrri i cili vazhdimisht ka me të përfshi ty. Prandaj vëllezërit e Jusufit, kur e kanë vepruar këta me Jusufin alayhis salam, pra kur e kanë hedhur në bunare, në post, apo në post thellë, atëherë vetë kjo vepër e tyre, do thotë përbën shumë gjinohe mëkate në vetveten e saj. Prej tyre është se ata kanë bërë mëkat ndaj Allahut subhanahu taala. Pra kanë shkel hakun drejtën e Allahut, e kanë bërë një gjina. Do ndaj Allahut subhanahu taala. Gjithashtu kanë bërë mëkat ndaj prindërve tyre, kanë bërë mëkat ndaj afërsisë, kanë bërë mëkat ndaj vetë Jusufit alayhis salam. Pastaj shtu do thotë ka vazhdu, do thotë gjinoja e tyre me ndjek ata. Mëkati i tyre ka vazhdu me ndjek ata. Sa që u përmend Jusufi, edhe çështja e Jusufit ata kanë ngënyer, kanë rrejt për Jusufin alayhis salam. Po vazhdimisht çush e përmend Allah subhanahu taala pastaj ka fundi surës ata kanë akuzuar Jusufin alayhis salam që ai ka rrejt ka ngënyer kështu më radh. Edhe këta sa që u përmend Jusufi alayhis salam, ka është dashur me ngënyrës çështjes tina. Po më thonë që Jusufin e ka hëngur ujë për kështu më radh. Allah subhanahu taala tregon që pastaj këta në fund ngjarjes krejt Jusufi vetë ka qenë ai i cili ka njoftuar për vjeshtën e tyre. Edhe pastaj ata janë penduar për këtë, edhe kanë kërkuar, do thotë janë për ujë, edhe kanë kërkuar për Jusufin alayhis salam djes, kanë kërkuar që mi fal. Edhe ka thonë, "Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in." Edhe kanë thonë, "O baba ynë, kërko falje për neve." Po bëj istighfar, kërko falje për neve, sepse ne vërtet kemi qenë gabimtar. I dobive tjera, apo dobia e gjashtë është se ka mundësi që një keqe me kanë më pak më e vogël se sa keqja tjetër. Pasi për këtë peshës të mëkatit, peshës gjinat. Një keqe me kanë më e lehtë, më e vogël se sa tjetra. Këta kuptojnë se kur vëllezërit e Jusufit gjithë kanë qenë unanim. Pajtueshmëri që me nda mes babës edhe birit, do mes Jakubit edhe Jusufit alayhis salam, disa prej tyre ose shumica e tyre kanë pas mendimin që me vra Jusufin, edhe në këtë mënyrë do thotë me arrit atë distancimin apo largimin e plot mes babës edhe birit. Mirë po, një tjetër e ka pru një mendim tjetër, e që është më i lehtë për ka gjinaj se sa ai pari. E ka thonë, qailun minhum la taqtulu Yusuf. Njëri prej tyre ka thonë mos e vrani Jusufin. Mos e mbetni Jusufin. Wa alquhu fi ghayabati al-jub. Mirë po, hedheni në thellësitë pusit, apo në fund pusit. Yaltaqithum ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Po sepse shto vjen ndonjë karavan, edhe e merr ato me vete. Po nëse jeni që doni me vepru diçka, atë mos e vrani ato, mirë po, hedheni në pus. Pra në këtë mënyrë aje ka lehtësuar të keqen ndaj Jusufit, e ka lehtësuar sherrin ndaj Jusufit. Po ata ka vendosur që ose me mbyt ose me lani tokë të lartë krejt që ai me vdek pasaj për jurisë dhe pjetës. Mirë po kë ka menduar, do thotë ka punë në mendim në zgjidhje më të lehtë. Edhe ka thonë që mos e mbytni, mirë po, vetëm hedhni në pos, ndoshta vjen ndonjë karavan edhe merr me vete. Edhe vërtet ashtu ka ndodhur që shka Allah. Për arsye se kur ka kalu pranë pusit një karavan, edhe ka ndërkuar ujë mbledhsin, por e mor ujë prej pusit, edhe ka hedhur ai kofën aty Jusufi, u ka për kofën. Edhe ja ka ngrej, ka menduar se është mbush me ujë kofën. E ka ngrej lart edhe ka pa Jusufin alayhis salam të kofën aty. Edhe ka thonë hadha gulam, ja bushra hadha gulam, është gëzuar shumë. Po i ka marr si arish tjerë. Ka kjo në vend ujit nëne fitoha diçka më shumë, pra fitoha një djalash.
Vëllezërit e Jusufit në ato momente kanë qenë afër aty. Kanë qenë duke vrojtuar mos po vjen dikush edhe do thotë po marr Jusufin. Edhe kur kanë nxjerr ata Jusufin alison prej aty dhe ata i mbledh dhe i kanë thënë se nuk i kanë treguar se është vllai i tyre. Ka thonë ky do të është rob i joni, sklav. Edhe është arratis prej neve. Edhe është do thotë është në shef këto në këtë post. Edhe pastaj kanë bërë tregtime Jusufin alison. E kanë shit tek ky karavan. Edhe Allah subhanahu wa taala tregon thotë wa sharahu bi thamanin bakhsin dirahim ma'dudatin. Thotë e kanë shit Jusufin alison me një çmim shumë të ulët. Për disa grosh. O kanu fihi min az-zahidin, thotë nuk kanë lakmuar shumë me marr parë për aty. Pse? Do të thotë qëllimi i tyre ka qenë vetëm me largu Jusufin prej babës së. Edhe kur e kanë bëshu, do thotë para këtyre vlerësve, mështerive që Jusufi alison është vetëm sklavi jonë edhe ka ik, do prej ne është arratis, atë kanë dashur aty ne më u përshkruat pamjen që ju tregoni të kujdesshëm ndaj Jusufit se dhe ju e ik çështë na ka ik neve. Pra në këtë mënyrë ata kanë dashur që në çdo formë, në çdo mënyrë, në çdo anë me largu Jusufin sa më larg prej babës së. Pa aty ne ka thonë lidhën e mirë, ruan e mirë se ju ik çështë na ka ik edhe neve. Mirë po për butësisë dhe mirësisë të Allah subhanahu wa taala që ka pasur ndaj Jusufit alayhis salam, ka qenë se ai i cili ka marrë Jusufin edhe ja ka shit, do thotë kryetarit qytet, një prej shteteve të Egjiptit, kur e ka pa ai, do thotë e ka dëshuar dhe ka dashur shumë Jusufin alayhis salam. Ai ka thonë Brustina e krimi mathwahu, dëroje, do thotë vendin e tij, dëroje strehimin e tij. Tregoje kujdesshëm ndaj tij. Asa an yanfa'ana, se ndoshta kem dobi prej tina. Pra na shërben neve, marrëm si rob. Si sklav, au nattakhidhu walada, apo ndoshta edhe e bërsojnë krejt, e bëjnë si birë tonë. Kështu Jusufi alayhis salam propi mëshirës dhe mirësisë të Allahut ndaj tina, ka mbet në shtëpinë e këtij kryetarit të shtetit, do thotë i nderuar, edhe është liru për gjitha punëve të vështira. Po dihet që robët e sklavë janë detyruar më herët me bëj punë shumë trana, të vështira. Mirë po, i mëshirës të Allah subhanahu wa taala ndaj Jusufit ka qenë që ky kryetar i cili ka vlerë Jusufin alayhis salam, do të më dashë shumë Jusufin edhe ka liru për gjitha punëve të vështira. Don kjo e ka liru Jusufin alayhis salam që do thotë me kërku më shumë prej dije dobishme. Që kemi përmendur më herët që Allah subhanahu wa taala ka thonë wa kadhalika makkanna li Yusuf. Kështu thotë ne i kemi bën vend Jusufit fil ardhin tok, po e kemi dhënë pozitë. I kemi bën vend tok. Wa linu'allimahu min ta'wil al-ahadith. Kështu kemi bën që ai më mësua sa më shumë prej komentimit, interpretimit të fjalëve. Pra qëllimi i fjalëve kemi thënë ndërsa kalum është domthonë fjalët që kanë bënë me shariatin, ligjet e Allahut subhanahu wa taala, edhe fjalët që kanë bënë me ëndra. Por Jusufi ka qenë i lirë, ka pas kohë lirë, sepse nuk është angazhuar me vepra me punë trona, edhe ka qenë i lirë me kërku dije, me kërku do thotë dituri të bollshme, dituri do thotë dobishme, e pastaj kjo dituri, tash e kemi përmendur ndërsa kalon ka qenë shkak, ka qenë ai themeli që Allah subhanahu wa taala ka ngrit Jusufin alayhis salam këtë dunjë dhe në ahiret. Po kjo këtë ka qenë mirësisë dhe butësisë të Allah subhanahu wa taala ndaj Jusufit. Si para përgatitje kësaj mirësie, kësaj butësie ka qenë ëndra që ka pa Jusufi alayhis salam, kur ka qenë ende fëmijë. Gjithashtu ka qenë edhe ai inspirimi që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë Jusufit kur ka qenë në pus. Allah subhanahu wa taala pasi që e kanë hedhur vëllezërit e tij në atë thënë pus, Allah subhanahu wa taala i ka shpall Jusufit, edhe e ka inspiruar ka thonë le të nëbbi ennahum bi emrihim hadha wa hum la yashurun. Te kemi njoftu ata, kemi lajmëruar me këtë vepër që e bën ndaj teje. Por se të hedhën pus, wa hum la yashurun, duke mos ndjer ata fare. Po duke mos e ditë ata që te Jusufi. Edhe kështu ka ndodhur vërtet. Allah subhanahu wa taala këtu po përgëzon Jusufin që te kemi shpëtuar prej kësaj sprova që të ka godit. Edhe kemi arrit çështja deri aty sa që te kemi njoftuar ata nuk kanë më ditë që ti je Jusufi. Ashtu ka ndodhur vërtet, pra në fund Allah subhanahu wa taala tregon thotë që Jusufi ka thonë aty në hel alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ka dini ju çka keni bën, po ta shku me dy pushim prej ministrit të ekonomisë, pra Jusufi alayhis salam nuk e ka ndiqë që është Jusuf. Pastaj e ka drejtuar me fjalë, ka thonë a dini çka keni bën ju, çka keni vepruar me Jusufin edhe vllahun e tij kur i kanë po kur pa drejt. Po ata ju çudit ata.
Do që ka betin këtë ngjarje, do vetëm ne e kena e dinë këto. Pas baba jo nuk e din këto. Ka japën këtij do thotë këto informata. Po ky njeri këtij huj, ministri i shtetit tjetër këtij do të din këto. Atëre kanë kuptuar se kjo është Jusufi alayhis salam. Ai ka thonë ajeti Jusufi ka thonë jo Jusufi dhe kjo është vëllai. Po këtë kjo tregon se mirësitë e Allah subhanahu taala ndaj robit janë të shumta. Sa që robi do thotë nuk mund të kurbi para ftyrumit para menduar mendjen e tij. Mi po çdo sprovë, çdo atkësi që vjen prej Allah subhanahu taala, dije që është për mirësisë Allah ndaj teje. Arritë apo nuk arritë me ditë urtësinë dhe do thotë atë misterin që fshehet pas asaj sprovë. Pidovia e tjera është se apo dobia shtatë është se ajo që merret në konsiderat sa për këtë gjendjes trupit njerit është përsosmëria përfundimit tina. Jo mangësia fillimit tina. Pra nëse ti në fund do t'jesh ashtu shërbim pa Allah subhanahu taala, atëherë kjo merret në konsiderat e Allah subhanahu taala. Jo që është qenë në fillim, po me mangësi edhe me dobësi të shumta. Pra vëllezërit e Jusufit alayhis salam e pam se çfarë krimi kanë bërë ndaj Jusufit alayhis salam. Pra ndaj Allah, ndaj prindërve tyre, ndaj Jusufit, ndaj akrabollakut e kështu me radhë. Ndaj gjithë këtyre i kanë hin hak, e kanë shkel drejtën e tyre. Mirë po në fund, pasi që ka përfunduar gjithë ngjarja, pasi që ka përfunduar gjithë çështja, ata janë penduar te Allah subhanahu. Edhe kanë kërku, pra që mi fal pe Jusufit, kanë kërku ndjes, edhe kanë kërku pe babës tyre që mi u fal atyre, me bëj istighfar. Kanë kërku pe Allah që mi u fal këtë gjëna. A kështu në këtë mënyrë do thotë ata kanë arrit faljen e plotë. Allah subhanahu taala u ka falë atyne, edhe kjo do thotë ka rezultuar që ata pastaj me arrit atë përsosmërinë e plotë. Çu ju takon aty? Pra se i përsosur absolut është vetëm Allah. I po përsosmëria do thotë e mand ose e përsosmëria që i takon njeriu mundet me arrit dikush për njerëzve. Për këtë arsye dietarët janë ndonë dy mendime. Po pasi që arritën këtë pozitë ka shkartë, u falë Allah subhanahu taala. Për arritën këtë përkryrje, a kanë qenë këta pejgamber apo jo? Disa dietarë kanë thënë që këta shumë prej komentuzet të Kuranit kanë thënë që vëllezërit e Jusufit kanë qenë prej pejgamberëve. A fjala esbat që u përmend shpesh në Kur'an, do thotë qëllimi ka thonë është se këta janë 11 vëllezërit e Jusufit, edhe këta kanë qenë prej pejgamberëve. Kurse mendimi i dytë është se këta nuk kanë qenë pejgamber, mirë po kanë qenë vetëm njerëz të devotshëm, njerëz burra të mirë. Pra edhe pse në fillim kanë bërë këtë gjëna, mirë po unë ju pendu. Allah subhanahu taala ka pranuar pendimin, pastaj i ka ngrit. Edhe në dunjë dhe në ahiret. Kjo është do thotë mendimi më i parafort. Për arsye se qëllimi me asbat që u përmend në ajete është emri i fisave të Banu Israilëve, po të hebrejve. Nuk është emri i këtyre në vëllezërve të Jusufit. Mirë po vëllezërit e Jusufit po është emri, është asbat është emri i përgjithshëm i fisave, i fistit. Nuk është do të thotë as i Jakubit, as i vëllezërve, as i bijve të Jakubit. Po është ajeti në surën Bakara ku Allah subhanahu taala tregon që na si muslimanë jena të urdhëruar me besu atë që ju ka shpall Ibrahimit, Ishakut, Jakubit, edhe atë që ju ka shpall Esbatëve. Esbat do të thonë këta, disa na thonë ta 11 ose 12 pejgamber bitë e Jakubit. Kurse disa tjerë kanë thënë Esbat janë fiset e Banu Israilit. Kurse vëllezërit e Jusufit edhe vetë Jusufi kanë qenë baballar të këtyre Esbatëve. Edhe kanë qenë pjesë e tyre, jo që këta vetë janë Esbatë. Po këta nuk kanë qenë pejgamber, mirë po kanë qenë, këto asmat kanë qenë fiset e Jehudit. Prandaj, Jusufi alayhis salam kur i ka pa ndër vëllezërit e tij, i ka pa në pozitën e lartë, pra i ka pa sikur yje dhe planete. Po yjet gjithmonë tregojnë për diçka që është e lartë dhe që ndryshon shumë. E dietarë thonë kjo tregon për dije dhe për iman. Pro dija dhe imani zakonisht do të kur dikush në ndër yje, që thonë dietarët kur shë diellin apo shë hanën apo shë yjen, atë kjo interpretohet me dietarët edhe me burrat mirë, burrat devotshëm. Nga një thotë interpretohet edhe me mbretër. Po që aty vendi ose aty populli ka marrë një mbret ose një udhëheqës i devotshëm që më pas besim të madh në Allah subhanahu taala. Pi dobive tjera që përsonte është dobia e fundit që do ta marrim, pra dobia 8, është se Jusufi alayhis salam i ka plotësuar gjitha nivelet e sabrit.
Jusufi alayhis salam ka arritur të plotësu gjitha nivelet e durimit, sabrit. Për ty në është sabri i detyrueshëm. Ose arabisht është quhet sabru al-iqtirari. Sabri i detyrueshëm që njeriu gjithsesi do detyrimisht do të më bëj sabër për disa gjëra që ndodhin gjatë jetës tij. Pra Jusufi alayhis salam ka vënë sabër për kësaj padrejësie që ka ardhur, ndaj kësaj padrejësie që ka ardhur për vëllezërit e tij. Gjithashtu ka vënë sabër edhe për pasojat që kanë rrjedhur për kësaj padrejësie. Pra që ka qenë largimi për prindërve të tij, pastaj burgosja, edhe qëndrimi në burg për disa vite me radhë ashtu më radhë. Pra Jusufi alayhis salam ka duruar dhe ka vënë sabër në këto sprova. Gjithashtu Jusufi alayhis salam ka vënë sabër edhe që arabisht quhet sabru al-ikhtiyari, sabër i vetë zgjedhur, po që njeriu vetë zgjedh me pasabër. E kjo është kur do thotë Jusufin alayhis salam e ka ftuar dhe ka josh ajo zonja e tina që me bë, do thotë, zina me të. Edhe Jusufi alayhis salam ka bë sabër ndaj kësaj sprove. Edhe pse do thotë arsyet, shkaqet edhe faktorët që me rakën, do thotë këtë gabim, këtë gjëna kanë qenë shumë të forta. Për tyre ka qenë bukuria e zonjës tina. Çdo ka qenë edhe pozita e lartë që ka pasur që ose ka qenë kryetare ose gruaja e kryetarit të shtetit. Gjithashtu ka qenë arsye tjetër ka qenë ose shkak tjetër ka qenë që ajo vetë ka qenë e para që ka filluar joshin. Jo Jusufi alayhis salam. Pastaj ka mbyll gjitha dyert. Po askush nuk i ka pa. Pastaj vetë Jusufi ka qenë në lullëzimin e rinisë tina. Pastaj gjithashtu do thotë nuk ka pas afër tina të njohshëm. Do të afër me ti. Në origjinë do thotë pi vëllezërve, pi koshërëve kështu, do ka qenë njëri huaj kret në qytet tjetër. Askush nuk e ka ditë ose nuk ka mujt me marr llogari çka ka thënë. Me gjithë këtë do thotë Jusufi alayhis salam ka pas sabër. Edhe pse emshi tina ka qenë, do thotë dëshira tina për me bë, ka qenë kulminacion, mirë po ka qenë imani tina i vërtetë. Bindja tina e vërtetë edhe sinqeriteti plot që ka pasur ndaj Allahut subhanahu wa taala që e ka ndaluar ato ose e kanë parandaluar me ran këtë gjëra këtë mëkat. Edhe kjo është qëllimi kur Allah subhanahu wa taala thot: "Wa laqad hammat bihi", ajo e ka josh Jusufin alayhis salam. Wa hamma bihi, do thot ajo ka tentuar me bë zinë me Jusufin alayhis salam. Do të ka dëshiruar me bë zinë me Jusufin alayhis salam. Wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih. Edhe ai kish dëshiruar me bë zinë me to sikur mos të kish pa provën e Zotit tina. Çka është qëllimi këtu me provën e Zotit tina? Pra qëllimi është ai që thon besimi tina në Allah subhanahu wa taala ose besimi tina prova e besimit. Po dëshmia e besimit tina të fortë. Po gjithmonë besimi është ai i cili si në këtë rast Jusufi alayhis salam ai i cili impost edhe triumfant ndaj, do thot, gjitha forcave të liga të shpirtit tonë. Besimi është ai i cili mund ato. Prandaj qëllimi i kësaj është që Jusufi kishte dëshiruar ai me bë, do thot, me afru ose gruas me bë zina, mirë po, sikur thot mos të kesh pa provën e Zotit tina. E kjo është besimi që e ka pas në Allah, sinqeriteti i plotë që ka pas në Allah subhanahu. Prandaj për atyre që do të qëndrojnë në hijen e arshit Allah subhanahu taala ditën e gjykimit. Atë kur nuk do të ketë hije tjetër, përveç hijes të arshit Allah subhanahu taala, është edhe ai personi i cili, që thot pejgamberi sa son drathu imratun ratu mansibin wa jamal. Kur një grua që ka pozitë në shoqëri, edhe është e bukur e thret me bozë zinë. Mirë po ai thot inni akhafu Allah. Unë i frikson Allah subhanahu. Edhe Jusufi do të jetë i pari për atyre, i këtij grupi që do t'ju prij atyre dhe do të futet në hijen e arshit Allah subhanahu wa taala. Këtë hadith transmeton Buhariu, edhe Muslimi gjithashtu edhe Imam Ahmedi në sunetin e tij ose që dhe gjithë. Pastaj çështja nuk ka përfunduar me këtë. Po zonja e tina vazhdimisht e ka josh ato. Nuk ka qenë vetëm një rast kur ajo e ka josh Jusufin. Mirë, po vazhdimisht për çdo ditë e ka josh me bë zinë me to. Pastaj kur nuk ka mujt vet, ka filluar do thot me kërkuar ndihmë edhe pigrave të tjera të shtetit. Saqë ato kur e kanë pa Jusufin alayhis salam, e kanë pa bukurinë e tij, i kanë prerë durtë dhe kishtat e tyre, nuk e kanë vrejtë këto, nuk e kanë hetu, se kanë ndjesh që po i prin kishtat. Vazhdimisht ajo e ka ftuar në bazë. Mirë po, Jusufi alayhis salam, do thot kur shpirti i tij nuk e ka nxit, nuk e ka shtyr që
ose nuk I ka folë me thonë hajt nërë po zinome. Mirë, gjithmonë imani e ka shëshu ato, imani I madh, besimi I madh në Allah subhanahu wa taala dhe bindja, sinqeriteti në Allah subhanahu wa taala e ka shëshu ato në çdo gjendje. Sa që edhe kur e ka kërcënu, zonja tina e ka thonë wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-saghirin. Thonë se nuk vepron ashtu, çysh po them unë, atë ki mu burgos, edhe do të jesh për njerëzve tult. Po ai që hin burg është për njerëzve më tult shoqërisë. Me gjithë këtë Jusufi a.s. ka thonë, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'uni. O Zotim, burgu është më I dashur për mua sesa ajo që ka po më ftojnë ato. Pra ka preferu burgun, I ka dhënë përparësi burgun ndaj kësaj vepre. Do thonë ndaj zinës, kësaj vepre ka shëmtuar. I ka dhënë do thotë përparësi burgun ndaj mëkatit ndaj Allah subhanahu wa taala. Edhe me gjithë këtë ai nuk mbështet veten e tina. Mirë po ka kërku për Allah subhanahu wa ta'ala ndihmë që me ndihmu. Po ka kërku për Allah subhanahu wa ta'ala thotë wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa kum min al-jahilin. Ta ndodh nëse ti nuk ma largon këtë çka po kërkojnë ato prej meje, atëherë unë shumë lehtë kam rënë këtë mëkat, këtë gjëna dhe kam qenë për ignorantëve. Pra se ai që I bën mëkat Allah subhanahu wa ta'ala, çfarë dietarë ata në ato momente është ignorant, është jahil. Është I padijshëm. Sot me gjithë imanin e tina, me gjithë sinqeritetin e tina, prap nuk mbështetet veten e tina. Mirë po kërkon prej Allah subhanahu wa taala që më ia largu, edhe më ndihmu që më largu bi këtij gjëna, mos më ron këtë mëkat. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhum kaydahunna innahu huwa as-sami'ul 'alim. Fat Allah ju ka përgjigjë thirrjes tina, edhe ka largu prej tina kurthën e aty në grave. Do të ka caktuar Allah subhanahu wa taala që më fut në burg. Innahu huwa as-sami'ul 'alim, thot vërtet ai pra Allah subhanahu wa taala është që dëgjon shumë, por shumë dëgjuesi është edhe gjithdijshëm. Gjithashtu pra Jusufi a.s. I ka plotsu edhe ato pozitat nivelet, ashtu që I ka plotsu nivelet e sabrit, I ka plotsu edhe nivelet e drejtësisë dhe bamirësisë. Po pasi që ka arrit pozitë dhe ka qenë ministër ekonomisë, ai u tregoi drejt në ndarjen e grurit edhe drithrave ndaj njerëzve, askuj nuk I ka bërë padrejtësi. Po ky ka qenë përgjegjës për magazinat e Egjiptit asaj kohe. Gjithashtu Jusufi a.s. I ka plotsu edhe nivelet e faljes edhe fistikrisë. Po kur vëllezërit e tij thonë tallahi laqad atharaka Allahu alejna wa in kunna la khatiin, fa vërtet Allahu ty të ka favorizuar, të ka ngrit më lart se neve. Edhe ne kemi qenë gabimtar. Jusufi a.s. këtu nuk tregu me njëmat. Edhe pse ka pas mundësimin të shku ata, ka pas mundësimin jo hakmer. Mirë po Jusufi a.s. ka tregu atë që duhet ta kesh çdo besimtar. Po sidomos pejgamberi Allah subhanahu wa taala. Po faljen. Kur t'i vjen mundësia mu hakmer, ai nuk hakmerët. Po besimtari devotshëm. Kur t'i vjen mundësia me ja kthy tjetër me hakmer, ai nuk hakmerët, mirë po ja fal. Pa ose dikush ka vënë padrejtësi. Për topsis është që ti më ja fal atina kur nuk I mundësi mu hakmer. Mirë po pe imanit të fortë është që kur vjen ti mundësia mu hakmer është që ti më ja fal atina. Prandaj Jusufi thot la tathriba aleikum. Qala la tathriba aleikum al-yawm. Jo nuk shortoni, sot s'kam ju shortu për atë çka keni bën. Yaghfirullahu lakum. Allah është ai që ju fal juve. Wa huwa arhamur rahimin, thot Allah është më I mëshirshëm I gjithëve. Kështu pra Jusufi alayhis salam është ngrit të lartë në nivelet e vërtetshmërisë, hajrit, mirësisë, do thot imanit vërtet, përsosmërisë, edhe Allah subhanahu wa taala ka bërë që Jusufi alayhis salam e përmend edhe me lavdru, mu lavdru dhe mu përmend gjitha botët, edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Po ne sa që do thot çojmë salavate për pejgamberin e sa, çojmë salavate edhe për Ibrahimin edhe familjen e Ibrahimit. Ata do thot padyshim që këtu hen edhe Jusufi alayhis salam. Këto pra ishin disa prej dobive që përfitohen prej surës Jusuf, e na inshallah deri të tashëm do të vazhdojmë me dobi tjera, pra deset e ashme të tefsirit. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.